Natyra rrjedh në venat e gjithë secilit prej nesh, si një fuqi e mbi natyrshme që sjell një miks eksperjencash, ndjesish, gjurmësh. Gjurmë që i gjen në gjethe, rënj, male, lule, flutura, shpend, terrene të vështira, ujëra të kulluar e peizazhe surreale. Një eksperiencë unike, e cila të përfshin në rrënjët e saj duke të ftuar në bashkëjetesë. Një bashkëjetesë plot dashuri, plot kontribute ndërgjegjësim, nga i reali, i cili e ndihmon atë të lulëzojë gjithmonë më bukur. I tillë është edhe misioni ynë, një marrëdhënie patjetërsueshme mes njeriut dhe natyrës, kësaj krijese hije rënde zemër hapur, ku ka vend për të gjithë ata që din ta vlerësojnë. I nderuar zoti kryeministër, i nderuar zoti ministër i mjedisit, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kolegë, faleminderit që jeni këtu sot dhe mirë se keni ardhur. Është kënaqësi e veçantë për mua në fakt të jem përballë jush për të treguar një histori suksesi, një histori që ne kemi quajtur suksesi një vizioni për menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe të natyrës. Ky moment në fakt është një moment i veçantë, përkon me një vit shumë të rëndësishëm për Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, 10 vite Agjenci Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. Dhe kishte munguar një moment për të reflektuar dhe për të ndaluar, për të falenderuar ata që ishin që në krijimin e saj, për ata që na kanë ndjekur në rrugtimin ton dhe për ekipin e madh dhe të gjerë flotën ton, njerëzit tanë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Një faleminderit dhe mirë se keni ardhur sërish. Më lejoni në fakt të ndalim konkretisht në arritjet kryesore, sipas 3 shtyllave kryesore me të cilën neve funksionojmë dhe administrojmë, menaxhojmë territorin e zonave të mbrojtura. Menaxhimi efektiv dhe qeverisja e zonave të mbrojtura, në fakt gjatë vitit 2024, ka pasur mundësi të shënojë dhe të mund të konsolidojë të gjithë rrjetin e zonave të mbrojtura, që ne sot administrojmë më shumë se 21.74% të gjithë teritorit të Shqipërisë, me 54 zona të mbrojtura dhe me 724 monumente natyre në gjithë teritorin e Shqipërisë. Gjithashtu jemi marrë me rishikimin e elementeve tekniko-formal të gjitha vendimeve të zonave të mbrojtura, si një detyrim ligjor nga dispozitat kalimtare për ligjin e zonave të mbrojtura, por dhe një nevojë dhe një parafrim me legjislacionin ndërkombëtar sipas parimeve të IUCN-it. Unë këtu jam e rrethuar me miq, me dashamirës, me ekspert dhe kudo që hell syt shikoj kontributor ndërkombëtar, kombëtar, ekspert dhe shumë faleminderit që keni bërë të mundur këtë moment dhe këtë proces të rishikimit, sepse ne besojmë shumë që momenti i parë është ai i rrugtimit të shënimit të databazës dhe të gjithë portofoli që neve administrojmë dhe si më mirë se sa me digitalizimin. Dhe kemi pasur një fokus shumë të veçantë në fakt kur flasim për digitalizimin. Dhe më duhet të përmend, për shkak edhe të kohës, duhet të kaloj shpejt, por mund të edhe të shikoni në monitor disa shifra apo fakte të realizimeve tona, më duhet vetëm të përmend disa nga projektet kryesore që Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka çuar përpara. Ne në fakt zoti kryeministër jemi frymzuar nga projektet e qeverisë, projektet madhore kombëtare, siç është Qim Fshatra, siç është projekti rrjedhimit dhe rivitalizimit të zonave urbane, dhe me të njëjtën mentalitet kemi zhvilluar projekte kombëtare që të mund të funksionojnë si modele të replikueshme të gjithë rrjetin e zonave të mbrojtura. Të tilla janë edhe platforma e Albaniantrails.al. Është një platformë në fakt realizuar si një moment i parë duke shënuar dhe digitalizuar më shumë se 110 shtigje natyrore. Ne kemi parë numra dhe shifra që janë rritur ndërkohë në Shqipëri dhe ky është një moment për t'i afruar, për t'i dhënë siguri, le të themi, të gjithë përdorusve dhe kjo platformë ka unifikuar, digitalizuar dhe ka ndihmuar në gjithë procesin e shënimit të zonave të mbrojtura.
Por nuk dua të lë pa përmendur një marrëveshje të rëndësishme që kemi pasur me Universitetin e Tiranës dhe me Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Një grup ekspertësh, që i falenderoj përsëri, kanë kontribuar për të valorizuar dhe për definuar pashaportat e zonave të mbrojtura. Flasim për 54 pashaporta të cilat po punojnë sipas standardeve dhe parafrimeve të IUCN-it në mënyrë që të mund të kemi një përditësim të gjithë habitateve, zonave të mbrojtura dhe biodiversitetit në tërësi. Monumentet e natyrës, më shumë se 724 monumente natyre janë përditësuar brenda aktiviti dhe kur flas për përditësim është bërë një analizë detajuar sa i përket monitorimit të gjendjes së tyre, të habitateve dhe biodiversitetit në përgjithësi, por dhe digitalizimi. Neve kemi mundësi të shikojmë në krahun tim një punë që demonstron, le të themi, këtë bagazh që kemi administruar, një punë të rëndësishme duke i pajisur të gjitha monumentet me QR code, një informacion i detajuar, por kemi përdorur edhe teknologjinë në ndihmën tonë. Ato janë pajisur edhe me video, por edhe me foto të përditësuara, siç e tham, jo vetëm për të ruajtur, por edhe për t'i njohur. Ne besojmë shumë tek promovimi si një formë dhe një instrument i rëndësishëm për të mbrojtur asetet tona. Platforma e-learning, falë bashkëpunëtorëve tanë, bashkëpunimit të ngushtë me UNDP-n, neve kemi arritur që të kemi një platformë e cila përdoret gjithësisht nga administratat tona, nga ekspertët, por edhe me gjërë, me nivele të ndryshme dhe tashmë është hostuar në ASPA, duke përdorur të gjitha flukset dhe asetet që qeveria ka. Projektet infrastrukturore. Ruajtja e natyrës nuk përjashton zhvillimin e infrastrukturës, përkundrazi, kërkon infrastrukturë të zgjeruar, të zgjuar, të kujdesshme dhe miqësore me mjedisin. Zhvillimin e infrastrukturës së lehtë brenda zonave të mbrojtura të Shqipërisë, duke përdorur 3 shtresat, shtresat që ne i quajmë shtresat të dizajnit, inteligjencën natyrore, inteligjencën artificiale, po dhe inteligjencën kolektive. Më vjen kjo në frymëzimin që neve kemi pasur në rrugtimin ton gjatë momentit aderimit, le të themi, në platformën e UNESCO-s, në portofolin dhe në programin e njeriu dhe biosfera, e njëjta filozofi, njerëzit brenda natyrës të jetojnë dhe të bashkëndojnë me njëri tjetrin në mënyrë sa më të suksesshme. Folëm për platformën e shtigjeve, por ndërkohë ka pasur pas dhe një studim dhe një mobilizim të gjitha shtigjeve që ndodhen në territorin e zonave të mbrojtura dhe kemi çuar përpara projekte integrale. Ky rrugtim i gjatë në gjithë territorin e Shqipërisë, ku kulmon me një monument apo kulmon me një moment arkitektonik, le të themi, ku dizajni tresh dhe fton dhe drejton, le të themi, flukset apo drejton vizitorin që të orientojë vështrimin e tij drejt bukurive të natyrës, kemi pasur mundësi të bëjmë të projekte kombëtare si për balkonet panoramike, si për kullat e vrojtimit, që nuk janë vetëm momente ndalimi, por janë dhe momente kundrimi, i cili na shërben si në punën tonë, por dhe për të menaxhuar flukset e vizitorëve. Sinjalistika ka qenë në fokusin tonë. Më vjen keq që duhet të flas për gjëra kaq elementare, por ne e dimë se sa e rëndësishme është dhe sa proces mirëmbajtje nevojitet pastaj. Në fakt ne kemi dashur që nëpërmjet sloganeve tona, logove tona, kushdo që shikojë një ngjyrë, kushdo që shikojë një shenjë, e kupton që jemi në zonë të mbrojtur. Kemi mundësuar të bëjmë identitetin tonë dhe të formsojmë imazhin tonë. Ka qenë shumë e rëndësishme në këtë rrugtim 4 vjeçar në drejtimin e agjencisë. Më duhet të prek disa numra, por nuk duhet të ndaloj, sa i përket monitorimit. Kur flasim për monitorim, të gjithë i shkon mendja ke kiqbërësit, ke kiqdashësit, ke informalitetin në territor. Ne kemi numra dhe inspektime që mund të shikojnë që tregojnë për punën e palodhur të administratës dhe për këtë rikonceptim, le të themi, të gjithë filozofisë si administrata punon, por nuk do të ndalem nga kjo. Do të ndalem tek e reja që solli platforma e inspektimit, një formë për të organizuar dhe për të mirë administruar, le të themi, këtë proces kaq delikat dhe të rëndësishme. Por monitorimi biologjik është ai që e bën akoma më të këndshme punën tonë. Ne nuk jemi rojtar, ne jemi njerëz dashamirës natyrës. Në zonat e mbrojtura është një nga proceset kryesore për vlerësimin e gjendjes së ekosistemeve dhe ruajtjen e biodiversitetit. Çdo vit në ADZM ne realizojmë një numër shumë të lartë monitorimesh. Më shumë se 100 lloje analizohen nga ekspertët tanë. Por një nga proceset më të këndshme, në fakt edhe si eksperiencë gjerë në këtë fushë, lidhet me censusin ndërkombëtar të shpendëve ujor që nga viti 1993. Skuadra tona
në territor, të drejtuar nga ekspertë të fushës, kanë tashmë një ekspertizë të lartë se si e bëjnë këtë monitorim dhe shifrat dhe numrat tregojnë për një proces dhe për një relaksim të gjithë territorit dhe të shpendëve dhe të gjithë këtyre habitateve. Kjo lidhoj e një pune shumë të suksesshme në menaxhim. Ne monitorojmë cesusin e shpendëve ujor, por dhe të pelikanit dhe më duhet të ndaloj duke përmendur divjakën, po dhe lagunat përfaqësuese të ekosistemit ton. Por nuk dua të lë pa përdorur dhe liçenin e Shkodrës, është si një kënaqësi për të përmendur të gjitha territoret tona, ku kemi një census që lidhet me dallëndyshen e detit faqebardh. Përmenda pak më parë certifikatat ndërkombëtare, procesi i rëndësishëm që kemi bërë për të certifikuar dhe për të futur brenda umbrellës të UNESCO-s një nga parqet kombëtare krenarisë të vendit tonë, por dhe të Europës. Në fakt ka qenë një rrugëtim i gjatë, i këndshëm, na ka mësuar shumë. Nuk është parku i parë që neve kemi brenda UNESCO-s, por ka qenë një proces rishikimi dhe rivlerësimi të kapaciteteve tona njerëzore, dhe kjo na bëri të mundur që të kemi aspirata për të vazhduar më tej me liçenin e Shkodrës, por tani më edhe si një territor ndërkufitar. Janë të dyja këto pasaporte që përkojnë me filozofinë e të gjithë menaxhimit dhe drejtimit tonë në këto 4 vite, siç e përmenda, njeriu brenda në natyrë dhe njeriu që e përdor në mënyrë të ekuilibruar të gjitha resurset natyrore. Por një tjetër moment i rëndësishëm lidhet me IUCN-in dhe përfshirja e Shqipërisë në Green List. Neve kemi tentuar të angazhohemi dhe jemi nga vendet e para që kemi prezantuar këtë vit, le të themi, edhe analizën sa i përket këtij procesi të antarësimit në programin e Green List me 5 parqe kombëtare, fillimisht me Vjosën, me parkun e Shebenikut, me Divjaka Ravastan dhe me parkun e Dajtit, nëse s'gabova, dhe Prespën. Kryeministër, ju e dini mirë që nuk bëhen punët e mira pa pasur një fokus mirë menaxhimi të financave. Kjo administrat në fakt, se nëse deri tani po flisnim për element që ndoshta nuk maten dot përveç censusit, dhe ato i kemi në favorin ton, por kur flet për financa, flet për shifra dhe ato janë të pa diskutueshme. Në vetëm 3 vite, vetëm me këtë administrat, në një proces filtrimi, në një proces të rëndësishëm të rregullimit dhe të krijimit të procedurave të përkatëse, ne kemi arritur të 4-fishojmë të ardhurat në vetëm 3 vite. Por rrugtimi jo nuk mbaron këtu. Në fakt, jemi duke bërë një analizë ekzistuese me se si funksionon finansat në rritjen e zonave të mbrojtura dhe kemi quajtur financimin i qëndrueshëm dhe projekcioni i transformimit. Ne kemi kuptuar që kemi akoma shumë për të bërë dhe ende rrugtim për të zgjeruar, edhe për të filozofuar se i përket formës se si mund të mirë menaxhohen të ardhurat dhe fluxet e turistëve në rritjen e zonave të mbrojtura. Kalojmë dhe përfundojmë në fakt me pjesën e tretë dhe më të rëndësishme me shtyllën kryesore me të cilën neve punojmë çdo ditë dhe jo vetëm një sektor, jo vetëm një individ, por një tërësi e jona. Ne punojmë shumë sa i përket edukimit mjedisor, komunikimit dhe ndërgjegjësimit. Asnjë reformë në natyrë nuk është e plotë pa një ndryshim kulturor. Prandaj ne punojmë shumë me të rinjt, me orët mjedisore, por në fakt kemi pasur një projekt që kemi shumë për zemër si administrat, e quajmë Kubi in Nature, ndodhet në ambientet e piramidës në hyrje të saj, dhe është një prezencë në fakt shumë të njëjtoze e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura për të pasur një prezencë në një nga udhëkyqet më kryesore të flukseve të njerëzve dhe të dijeve, mund ta them gjithashtu. Kështu që është një moment ku brenda këtij kubit, nëpërmjet edhe inteligjencës artificiale dhe elementeve teknologjisë në favorin tonë, do mund të sjellim filozofinë e natyrës brenda një kubi të vetëm. Do ketë teknologji, informacion, krijimtari dhe praktik, por dhe pjesëmarrje dhe dialog. Në një kthim të kubit ne kemi vlerësuar që kishte nevojë për një laborator, diçka e prekshme, diçka që ka mundësi të vlerësohet dhe të mund të idealizohet diçka brenda një hapësire kaq të shkurtër. Nuk flas për orët mjedisore, numrat tregojnë vetë, angazhimet tregojnë vetë, por komunikimi. Kemi pasur shumë të rëndësishëm komunikimi me publikun, që të mund na duan dhe më pas na ruajnë, duhet na njohin. Kemi punuar shumë fort në këtë aspekt dhe besoj kemi bërë më të mirën me një skuadër njerëzish që duan natyrën, në një skuadër genuine dhe e pastër me të rinj që e duan shumë në fakt natyrën.
Kur dëgjoni një lajm sa i përket dikush që ka humbur në territor të zonave të mbrojtura, apo ka rënë zjarri, apo kemi përmbytje, më besoni, të parët që janë aty në territor janë njerëzit e mi, njerëz të padukshëm që ka një mision shumë të madh dhe bëjnë një ndërhyrje vërtet domethënëse në territor. Dua të falenderoj atëherë, meqense prekëm këtë ndërhyrje në territor, që kjo gjë nuk bëhet vetë. Ne kemi bashkëpunëtor të mrekullueshëm dhe kemi një bashkërendim dhe bashkëveprim shumë të ngushtë ndërinstitucional dhe prandaj shikoj edhe këtë sallë mbushur me kolegë, me miq, dashamirës që kanë ndihmuar dhe ndihmojnë me shumë përpjekje për një kaos të përbashkët, atë që i përket natyrës. Të nderuar të pranishëm, transformimi i rrjetit të zonave të mbrojtura në Shqipëri gjatë viteve 21-25 nuk është thjesht një bilanc institucional. Është dëshmi se kur vizioni kombëtar, mbështetja politike dhe puna profesionale bashkohen, natyra fiton. Rruga përpara është ambicioze, por e qartë. Të vazhdojmë ta ngrejmë natyrën e Shqipërisë si vlerë kombëtare, identitare dhe ekonomike, si pasuri për brezat që vijnë, si garanci për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Zonat e mbrojtura nuk janë luks, ato janë siguria jonë, ekonomia jonë e gjelbër, shëndeti ynë, identiteti ynë. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ftoj mirëbrez zotin ministër të mjedisit për fjalën e tij. Faleminderit Daniel, i nderuar kryeministër, të nderuar përfaqësues të institucioneve, partner, profesor edhe student, të dashur miq të natyrës. Sot nëpërmjet këtij forumi, ekspertë të fushës, partnerë ndërkombëtar, por edhe politikbërës do të prezantojnë teknikisht platformat e zhvillimit të qëndrueshëm të natyrës. Ne riafirmojmë një nga shtyllat më të qarta të këtij mandati qeverisës, që është mbrojtja dhe restaurimi i natyrës. Synojmë forcimin e zonave të mbrojtura dhe zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve si pasuri kombëtare, duke lidhur këtë vizion drejt për drejt edhe me rrugtimin tonë drejt Bashkimit Evropian. Nuk bëhet fjalë në fakt për një model administrimi teknik, por për një politik afatgjate ku natyra shihet si bazë e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit. Zonat e mbrojtura, pyjet, ujrat, biodiversiteti përkufizojnë ato që quhet identiteti ekologjik i Shqipërisë dhe janë aseti ynë kombëtar. Për këtë arsye, pas 10 vitesh që kur qeveria krijoi për herë të parë Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, duke treguar rezultate mjaft pozitive në menaxhimin e këtyre zonave, në drejtimin e mbrojtjes së biodiversitetit, por edhe pas moratoriumit të pyjeve që dha rezultate duke kthyer qetësinë me mbi 1 milion hektar pyje, ka ardhur momenti për të ndërtuar një model të ri që i përgjigjet sfidave por edhe ambicieve të kohës. E mendojmë të udhës në fakt që standardet e mbrojtjes dhe ruajtjes së natyrës të unifikohen në një zinxhir të qartë përgjegjësish, me struktura të qarta, por edhe me vizion inovativ për të zhvilluar një ekonomi të qëndrueshme. Kjo qasje, që do të mbështetet edhe nga programi EU for Forestry, që fillon punën në janar dhe që i bashkohet në fakt edhe programit EU for Nature, që e falenderojmë për mbështetjen e këtij eventi sot, krijon një bashkim sinergjisë që nuk është thjesht teknik, por është transformues, sepse përmes tij ne mund të sigurojmë një menaxhim unik të pyjeve dhe zonave të mbrojtura, një vendimarrje të bazuar në të dhëna shkencore, një monitorim të biodiversitetit dhe një kontroll të qartë të territorit. Natyra në fakt nuk njeh kufi administrativ, prandaj qasja jonë e re nuk duhet i njohë këto. Me punë gjatë këtyre viteve kemi treguar se zonat e mbrojtura mund të jenë katalizator të zhvillimit lokal dhe përfitues në fakt janë komunitetet që jetojnë në këto zona. Parku Kombëtar i Vjosës, që është një shembull i jashtëzakonshëm, siç e dim është pjesë e pasurisë botërore të UNESCO-s, kam kënaqësi të informojmë se Ministria e Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka dorëzuar para pak javësh dosjen e aplikimit për përfshirjen në UNESCO të liçenit të Shkodrës, pra një tjetër pasuri natyrore e Shqipërisë do t'i bashkohet shumë shpejt pasurive botërore të UNESCO-s dhe me këtë rast nuk dua të lë pa shprehur edhe mirënjohje ndaj IUCN-it, Unionit Ndërkombëtar të Mbrojtjes së Natyrës, me prezencën e Oliverit sot dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me UNESCO-n, për të cilën kemi dhe përfaqësuesin sot, për rezultatet në fakt që kemi arritur gjatë këtyre viteve. Këto rezultate na motivojnë për të bërë edhe më shumë në këtë drejtim, në radhë të parë për qytetarët, por edhe për integrimin europian. Deri në vitin 2030 synojmë që 100% e zonave të mbrojtura të kenë planet e tyre të menaxhimit,
të finalizojmë rrjetin Natyra 2000 si një kriter i qartë në kapitullit të natyrës me Bashkimin Evropian dhe zonat e mbrojtura të shndrohen në qendra të zhvillimit lokal, turizmit dhe inovacionit natyror. Këto zona që në fakt përfaqësojnë 21.7% të territorit të vendit do të jenë hapësira ku ekoturizmi, ekonomia, produktet dhe shërbimet e ekosistemeve bashkëjetojnë me ruajtjen e biodiversitetit. Nga ana tjetër, po fillojmë edhe zbatimin e një strategjie përpyet që vjen si harmonizimi i shkencës, restaurimit ekologjik, digitalizimit dhe pyllëzimit inovativ. Në buxhetin e Ministrisë së Mjedisit për vitin 2026 kemi një zë të veçantë për programin e pyllëzimeve me dron, të cilat do të zhvillohen si fillim në Parkun Kombëtar të Dajtit, në Bredhin e Hotovës nëpërmet, si dhe në Parkun Kombëtar Lur, Mali i Idejës, duke garantuar rigjenerim të saktë edhe më të shpejtë. Ky do jetë si fillim një projekt pilot dhe më pas do të zgjerohet në të gjithë vendin. Ndërsa një sfidë e vështirë, por as pak e pamundur, sigurisht është edhe menaxhimi i rreziqeve dhe siguria natyrore. Siç na tregoi kjo verë, në Evropë dhe në Shqipëri, pyjet janë vulnerabël ndaj kushteve ekstreme të nxehtit për shkak të ndryshimeve klimatike, por nga ana tjetër edhe për shkak të dashakeqësve. Bashkë me Agjencinë e Emergjencave Civile dhe partnerë të tjerë, po bashkëpunojnë për sistemin e ri të paralajmërimit të hershëm për zjarre, bazuar në sensor, analiza satelitore dhe modele klimatike. Ky sistem do të mundsojë reagim të shpejtë dhe të koordinuar. Sigurisht kjo mbrojtje e natyrës është një siguri edhe për komunitetet, ekonominë edhe vetjetën. Por ky vizion në fakt nuk ka kuptim pa punën e njerëzve dhe pa punën e të rinjve. Jam shumë i lumtur që zonave të mbrojtura sapo janë bashkuar si të punësuar 20 të rinje dhe të reja që përbëjnë bërthamën e ekspertëve dhe drejtuesve të ardhshëm të mbrojtjes dhe ruajtjes së natyrës. Për këtë arsye kemi nisur edhe programin e ri, një nisëm kombëtare të quajtur Natyra për të gjithë, si një thirrje për edukim mjedisor, vullnetarizëm, rol aktiv të rinjve në mbrojtjen e natyrës. Jam pashtu shumë entuziast për bashkëpunimin me universitetet për monitorimin e natyrës dhe vlerësimin e indikatorëve të zhvillimit të qëndrueshëm. Ky bashkëpunim do të thellohet më tej edhe gjatë muajve në vijim, pasi profesorët e fushës së mjedisit do të jenë bashkëpunëtorët tanë teknik për të arritur me sukses finishin e negociatave brenda vitit 2027. Zonat e mbrojtura mund të jenë ateljet e të rinjve, habitatet e biologëve, streh e udhërfyesve ekoturistik dhe sigurisht vatra zhvillimit të komuniteteve lokale dhe turizmit, sepse natyra që ruajmë përmes vizionit sot është trashëgimia që do flas për ne nesër. Faleminderit dhe dëshiroj të ftoj kryeministrin Edi Rama për fjalën e tij. Është një moment shumë i mirë për të bërë një bilanc duke kthyer kokën pas, ndërkohë që jemi të gjithë bashku të fokusuar tek njëri nga aspektet më të vështira të procesit negociatave, që është aspekti i mjedisit, ku pa diskutim mënyra se si shihen, se si trajtohen dhe se si promovohen zonat e mbrojtura është një pjesë strategjike e gjithë këtij kompleksi që lidhet me natyrën që na rrethon. Dhe duke kthyer kokën pas, pa diskutim që ka shumë arsye për të qenë krenar për ku jemi sot. Kam parasysh se na u desh një dekadë më parë të bëjmë 2 ndërhyrje shumë radikale për të siguruar marrjen e një kthese të domosdoshme në kushtet kur qoftë prerja e palishme e pyjeve, qoftë gjuetia e palishme
ishin bërë plag reale që zgjeroheshin mbi trupin e natyrës së Shqipërisë. Dhe sot mund të shikojmë me krenari rezultatet e 2 moratoriumeve që aso kohë krijuan debat dhe u pan me shumë dyshim. Qoftë në aspektin e ripërtritjes së pyjeve, qoftë në aspektin e ripërtritjes së faunës në Shqipëri. Nga ana tjetër, zonat e mbrojtura dhe në tërësi teritoret e natyrës në Shqipëri ishin në agresionin e vazhdueshëm të ndërtimeve të palishme, ishin në agresionin e vazhdueshëm të ndotjeve të gjithë farllojeve, dhe më vjen shumë mirë që sot bilanci flet për një ulje të konsiderueshme të krimeve mjedisore, për një vënje në një kontroll të konsiderueshëm të teritorit në aspektin e mbrojtjes së mjedisit nga agresioni i ndërtimeve pa leje, dhe patjetër edhe për një kufizim të konsiderueshëm të ndotjes. Por, thënë këto, asnjë prej këtyre elementeve nuk është ende i asgjësuar si problematik. Dhe në tërësinë e këtyre elementeve, ajo çka përbën një pikë të domosdoshme për të siguruar një ecuri të suksesshme në këtë proces që lidhet me negociatat për antarësim, po që pikërisht pse lidhet me negociatat për antarësim, si të gjitha aspektet e tjera lidhet drejt për drejt me të nesërmen tonë, është një menaxhim shumë më i mirë dhe shumë më i sigurt i pyjeve. E pikërisht për këtë arsye, me Ministrin e Mjedisit, me ekipin e Ministrisë Mjedisit, jemi angazhuar në një proces reformimi të modelit të menaxhimit të pyjeve dhe të natyrës ndërsi. Një reformim i cili do duhet fillojë nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, duke i bërë bashkë dhe duke krijuar një sinergji mes të dyave, për të pasur një agjenci e cila të merret 360 gradë me zonat e mbrojtura me pyjet, sepse eksperienca ka treguar që duam apo s'duam ne janë dy komponent të pazgjithshëm nga njëri tjetri, dhe 2 agjenci nuk e bëjnë më të lehtë, por e bëjnë më të ngatruar procesin dhe nuk na ndihmojnë të ecim më shpejt në drejtim të një mirë menaxhimi të një cilësie që garanton standardet europiane në këtë fushë, të cilat, siç e dini shumë mirë, janë shumë rigoroze dhe shumë ambicioze për Shqipërinë në kushtet ku ne jemi sot përtej përparimit të jashtëzakonshëm që kemi bërë. Po ashtu, kjo lidhet edhe me domosdoshmërinë për ta standardizuar menaxhimin e pyjeve në gjithë territorin, sepse sot kemi një menaxhim të fragmentuar. Kemi modele, nëse mund t'i quajmë modele, të cilat nuk janë koherente me njëra tjetrën. Vendosja e një sistemi kombëtar të monitorimit biodiversitetit
si një mekanizëm që pastaj na garanton planifikim të bazuar në të dhëna të marra shkencërisht nga territori, është një tjetër aspekt që ne besojmë se do ta garantoj kjo reform që ka nisur të konceptohet, siç thash, në Ministrinë e Mjedisit. Jemi në një tjetër sfidë madhe që e kemi parë të tërë dhe shohim sidomos gjatë sezonit të verës, kur temperaturat rriten shumë, që është problemi i madh, sfida e madhe e zjarreve. Dhe për këtë arsye, nevoja që të ndërhyjmë me shumë më tepër kurajo në aspektin e reformës dhe me shumë më tepër angazhim në aspektin e vëmendjes për sa i përket pyjeve është çdo vit dhe më e madhe. Dhe nga ana tjetër, nevoja për të rritur kapacitetet tona për plotësim po ashtu është çdo vit më e madhe, sepse siç e kemi parë, askund nuk i ka gjetur ndonjë ilaç zjarreve që kur vinë bëjnë dëme deri edhe kolosale. Por nuk mund të qëndrojmë duke përsëritur të njëjtën gjë, sado që mund të ketë qenë rezultative në periudhat më parshme, kur në ndërkohë nevojitet që të bëjmë diçka tjetër, pikërisht sepse duhet t'i përgjigjemi sfidës duke reaguar edhe duke investuar pa humbur kohë në ato pjesë që për shkak të zjarreve kthehen në plan. Për këtë arsye po angazhojmë edhe burime të reja financiare për të futur edhe teknologjinë duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes plotësimeve me dron që sjellin saktësi, sjellin eficiencë, janë të buxhetuara për vitin që po vjen dhe duke ndërtuar një bazë vitin që vjen, do të rrisim pastaj edhe financimet, do të rrisim edhe intensitetin e këtyre plotësimeve në vitet e mëtejshme. Një tjetër domosdoshmëri që e ka sjell kjo kohë është domosdoshmëria për të zgjeruar kapacitetin e fidanishteve publike. Duke bashkëpunuar me bashkitë, padyshim, por edhe duke mbështetur pikërisht agjencinë e re kombëtare të zonave të mbrojtura dhe të pyjeve, apo të pyjeve zonave të mbrojtura, këtë nuk e di eksaktësisht si do të quhet dhe si do jetë radha, për të krijuar fondin e vet dhe për të pasur rrjetin e vet të fidanishteve. Në këtë drejtim kemi ndërhyrë edhe ligjërisht për të sjellë një risi që sapo ka hyrë në fuqi lidhur me detyrimin e të gjithë atyre që ndërtojnë në Shqipëri që sipas metrave katror që ndërtojnë të kontribuojnë për këtë fond të gjelbërt. Një tjetër element i domosdoshëm është fuqizimi me teknologji edhe në aspektin e prodhimit të fidanëve. Ka sot mundësi të reja në këtë drejtim dhe plani i Ministrisë Mjedisit është që t'i shfrytëzojmë këto
mundësi ashtu si kundër edhe mundësinë e pamat të vënies në shfrytëzim të inteligjencës artificiale. Një gjë tjetër që koha e ka treguar më së miri, por që ne duhet të përpiqemi ta tregojmë edhe më mirë për njerëzit, për komunitetet, për shoqërinë, është fakti që zonat e mbrojtura nuk janë penguese domosdoshmërisht të zhvillimit ekonomik dhe të rritjes të ardhurave. Nëse ato menaxhohen me zgjuarsi dhe në mënyrë kreative, por po ashtu nëse ato edhe administrohen si duhet në aspektin e mbledhjes së të ardhurave, gjë që e kemi parë me sistemet e reja të biletimeve elektronike, të ardhurat nga zonat e mbrojtura mund të jenë të konsiderueshme dhe mund të funksionojnë më së miri si një burim i ri i atyre komuniteteve që jetojnë brenda atyre territoreve. Dhe sot mua më vjen mirë shumë të them që ne kemi faktikisht mbi 1 milion hektar të përfshira në territorin e përgjithshëm të zonave të mbrojtura, që janë mbi 20%, gati 22% e mbar territorit. Por nuk mjafton ta thuash të në mënyrë të përgjithshme, sepse ajo që duhet është pastaj futja më thellë dhe në mënyrë më detajuar brenda gjithë këtij territori që përmblidhet në mbi 1 milion hektar, për të parë se si në çdo pjesë të tij potencialet e zhvillimit ekonomik janë po aty, pa qenë nevoja për të ndërhyrë me zhvillime që shumë më tepër dëmtojnë se sa sjellin vërtet zhvillim të qëndrueshëm në një afat më të gjatë. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, për t'ju dhënë një ide, i ka katërfishuar të ardhurat e veta vetëm në periudhën e 3-4 viteve të fundit. Por, në anën tjetër, po të shikosh nga vinë këto të ardhura, kuptohet shumë qartë që potenciali është shumë më i madh, sepse kryesisht rreth 70% e këtyre të ardhurave të katërfishuara vijnë nga 3 pika që janë Syri Kaltër, Kuna e Vajinit dhe Mali Dajlit. Dhe vijnë nga 3 pika jo thjesht për shkak të fluksit, se fluksi aty ka qenë më parë, apo fluks ka dhe në zona tjera, por sepse sistemi i menaxhimit elektronik të ardhurave ka sjellë një hop cilësor, gjë që e bën thjeshtësisht të domosdoshme shtrirjen e këtij sistemi në të gjithë territorin. Nuk duhet zgjatem më shumë, dua vetëm të them që në këto vite që kemi përpara që përkojnë me momentin historik të përpjekjes për antarësim dhe në radh parë me synimin e shpallur për të mbyllur negociatat teknike me Bashkimin Evropian brenda vitit 2027, fokusi tek mjedisi, fokusi tek pyjet dhe mirë menaxhimi i tyre, fokusi tek zonat e mbrojtura, fokusi tek fuqizimi i një ekonomie të re të qëndrueshme të bazuar tek natyra, do të jetë shumë herë më i madh se sa deri më sot. Edhe për shkak sepse, siç e thash në fillim, sfida që lidhet me
ato pjesë negociatave që prekin mjedisin është mbase më e vështira nga gjitha, sepse kërkesat janë maksimale, standardet janë maksimale, dhe përtej përmirësimeve të jashtëzakonshme që ne kemi bërë në këtë aspekt, po të nisemi nga ku nisëm, jemi ende shumë mbrapa, po të llogarisim se ku duhet të mbërrim dhe ku duhet të mbërrim në një kohë shumë të shkurtër. Kështu që unë duhet i falenderoj të gjithë ata që kontribojnë në këtë fushë, duhet falenderoj të gjithë ata që janë këtu si miq, si partner, si mbështetës të ekipit të Ministrisë së Mjedisit, jo për shkak të Ministrisë, por për shkak pikërisht të një kauze të përbashkët, dhe duhet besoj që Ministri i Mjedisit dhe ekipi i tij do të gjejnë mënyra të reja për të hapur më shumë kanale komunikimi, për ndërtuar më shumë ura me komunitetin e njerëzve që kanë një dedikim veçantë për mjedisin. Duke mbyllur, duhet të them këtë që duke qenë nevojën për të rritur ekonominë, duke qenë nevojën për të krijuar punësim më cilësor, duke qenë nevojën për të modernizuar infrastrukturën dhe kështu me radhë, shpesh herë nevoja për të mbrojtur mjedisin krijon tension. Dhe shpesh herë njerëzit që avokojnë për mjedisin duken si element turbullues. Dhe në fakt janë element turbullues, por janë element turbullues domosdoshëm. Dhe unë dua që të gjithë ta dinë që unë personalisht kam shumë respekt për ta, dhe në tërësi përtej tensionit të pashmangshëm që krijohet, pasi dikush e sheh nga këndi i vet, dikush tjetër e sheh nga një kënd tjetër të njëjtën gjë, është e padiskutim që presioni i grupit të interesit apo i grupeve të interesit, nëse ndoni, që lidhen me këtë kauzë, është shumë i nevojshëm dhe shumë i shëndetshëm për shoqërinë dhe është shumë i dobishëm për qeverinë. Këtë e them jo për të thënë disa fjalë të bukura në një rrethan si kjo, po për të nënvizuar se sa e rëndësishme është që ky grup interesi të jetë aktiv dhe të jetë i zëshëm. Përtej faktit e thash dhe përsëris që zëri ngritur i mjedisorëve krijon detyrimisht tension, por në fundit krijimi i tensionit është dhe një nga arsyet pse ata jetojnë apo jo. Kështu që i falenderoj shumë të gjithë edhe uroj që më herët se vonë të kemi mundësinë të ritakohemi për të bërë një bilanc tjetër, bilancin e hapave të parë në të zbatimin e reformës që sapo përshkruava, për të ngritur në një nivel krejt tjetër menaxhimin e pyjeve, duke u bazuar tek praktikat më të mira europiane, dhe fatmirësisht kemi miq dhe kemi partner që vinë nga vende ku menaxhimi i pyjeve nuk është menaxhim, është art. Dhe kam këtu parasysh qoftë miq që janë ulur mes nesh këtu, qoftë edhe të tjerë që sot mungojnë, por që asnjëherë nuk hezitojnë që të na ndihmojnë. Se kjo është dhe i karakteristikë tjetër e dashnorëve të mjedisit, që po i kërkove ndihmë, janë me një herë të gatshëm të të ndihmojnë edhe të të lidhin duart dhe këmbët me fije bari. Shumë faleminderit. Kaq.
Shumë faleminderit për prezencën tuaj edhe një herë dhe për fjalën, mesazhet inkurajuese, frymëzimin që na dha dhe detyrat e reja në këtë reformë të rëndësishme. Sipas agjendës, neve përmbyllim këtë sesion të parë për të kaluar më pas në një pushim rreth gjysmore dhe për të vijuar me 2 panele teknike me gjithë përfaqësuesit që dashamirësit e natyrës që kanë ardhur vetëm për respekt të natyrës dhe për respekt të administratës tonë. Ju falenderoj shumë dhe mirë se ju gjetsëm. Natyra rrjedh në venat e gjithë secilit prej nesh, si një fuqi e mbi natyrshme që sjell një miks eksperjencash, ndjesish, gjurmësh. Gjurmë që i gjen në gjethe, rrënjë, male, lule, flutura, shpend, terrene të vështira, ujëra të kulluar e pejsazhe surreale. Një eksperiencë unike, e cila të përfshin në rrënjët e saj duke të ftuar në bashkëjetesë. Një bashkëjetesë plot dashuri, plot kontribute ndërgjegjësim, nga i reali, i cili e ndihmon atë të lulëzojë gjithmonë më bukur. I tillë është edhe misioni ynë, një marrëdhënie e patjetërsueshme mes njeriut dhe natyrës. Kësaj krijese hije rënde zemër hapur, ku ka vend për të gjithë ata që din ta vlerësojnë.